marrëveshja trilaterale në mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë, unë besoj që të gjitha kam pritë mirë këto 3 shtete dhe kjo marrëveshje është në favor të paqes dhe të sigurisë në rajon, sepse dihet që Serbia është një vend e cila ka shkaktuar luftrat në Jugosllavi dhe kur kihet parasysh se ky vend në vazhdimsi dhe në kontinuitet është armatosur me armatim sulmues, atëherë është domosdoshme që niveli ose kundërpesha e kësaj të jetë kjo marrëveshje mes 3 vendeve dhe kur kihet parasysh që si Kroacia, Shqipëria dhe Kosova të gjitha janë armatosur dhe po armatosen me armatim vetëm mbrojtës. Pra, është një balancë e cila do të bëhet mes Serbisë dhe këtyre 3 vendeve. Ky bashkëpunim dhe kjo marrëveshje të cilën e kanë bë këto 3 vende është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse bazohet në zhvillimin e mbrojtjes dhe të industrisë ushtarake dhe marrëveshje e cila synon që ti kundërpërgjigjet luftës hibride ndaj Serbisë, e cila tashmë dihet se ajo ishte agresori dhe ajo në vazhdimsi i rrezikon vendet e rajonit. Unë besoj që marrëveshjet e cilat është bën mes 3 shteteve, pra i cekën më lart që marrëveshjen ushtarake, pastaj në kuadër të luftës hibride, pra hyn lufta domthonë informacioni, shkëmbimi informacioni mes këtyre 3 shteteve, shkalla e rrezikshmërisë që mund të paraqiten nga vendet e rajonit, sidomos nga Serbia, pra do të ketë në një gamë të gjerë të bashkëpunimit mes këtyre 3 vendeve. Pas pari kjo është marrëveshje shumë e dobishme, edhe ndoshta e vonuar, sidomos me Shqipërinë, po njëkohësisht edhe me Kroacinë si vend mik, edhe për cilën kanë luftuar shumë shqiptarë në kohën e atëherë pra shpërbërje gjithsesi pra hegemonizmi serb kur Miloš Kasapi Ballkanit të filloi gjithandej luftën. Edhe mendoj që është një memorandum i bashkëpunimit i natyrshëm, kuptimin e asaj për shkak të rreziqeve të kërcënimeve, jo vetëm në Ballkan, po përtej, domethënë për shkak vetë situatës përgjithshme globale. Edhe në këtë drejtim mendoj që ka me plot arsye është pse nuk ka pas një marrëveshje që është bilaterale apo trilaterale në këtë rast. Pra interesit të 3 shtete të bëjnë bashkëpunim për mbrojtje, mendoj që ajo mund të zgjerohet. Ishte reagimi menjëhershëm i palës serbe, ku ata menjëherë pra presidenti i vendit fqin Vučić shkoi në një takim me pra sekretarin përgjithshëm të Aleancës NATO-s zotin Rute, edhe filloi të ankohet në kuptimin e marrëveshjes, kinse u thy marrëveshja e vitit 96 për kontrollën rajonale të armatimit. Vërtet këtë kontroll, vërtet këtë mos marrëveshje ka thyer i pari Vučići duke armatosur gjithandej pra forcat vetë Serbin përtej atyre konditeve që janë përshkruar në këtë marrëveshje për armatim. Edhe kjo ishte e kohës edhe në fund ishte reagimet e 3 ministrave të mbrojtjes, edhe zotit Anić, i cili tha është çështje e brendshme e tyre se me kënë bëjnë marrëveshje kur ka të bëjnë me mbrojtjen. Pra asnjë prej këtyre shteteve, pra duke filluar nga Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nuk kanë pretendime tretjore ndaj shteteve tjera, kanë aspektin vetëm mbrojtjes, kështu që është një marrëveshje shumë e dobishme edhe e nevojshme për kohën. Po kjo përfshin gjitha fushat, nga ngritja kapaciteteve, gjithsesi shkollimit kuadrave, aspektit të strategjive, konceptit pra të armatimit, standardizimit, tipizimit të armatimeve, mandej këmbimit përvojave, stërvitjeve të përbashkëta, manovrave ku marrin pjesë edhe në kuadër të NATO-s, pasi që 2 shtetet që janë Kroacia edhe Shqipëria janë anëtarët NATO-s, dhe normal ne jemi në fazën e tranzicionit, pra deri në vitin 2028, kur atëherë fillon edhe faza tjetër, gjithsesi rëmundësia të jemi anëtar të them në marrëveshje për
për këtë çështjen e një fazë paraprake para antarësimit në NATO, edhe që natyrisht na kemi hyrë edhe në fazat e përgatitjes të NATO-s.